Diferenca me mbi 327.000 vota me kundërshtarin tonë kryesor nuk është vetëm një diferencë thellë elektorale, është një diferencë politike, është një diferencë besimi, është diferencë serioziteti në drejtimin e Shqipërisë. Dhe pjesëmarrja kombëtare duhet lexuar politikisht. Në një garë me pjesëmarrje 44.8%, Partia Socialiste jo vetëm ruan bërthamën e saj elektorale, por e kthen atë në shumicë qartë qeverisë. Kjo tregon se Partia Socialiste është forca më e qëndrueshme në vend, forca që di ta kthejë riorganizimin në vot, forca që votën e kthen në mandat të fortë qeverisës. Dhe fakti që diaspora i jep Partisë Socialiste 61.1% të votës vlefshme jashtë vendit e bën këtë fitore dhe më të fortë politikisht. Krahasimi me 2021-shin, PS-ja forcohet, opozita dobësohet. Krahasimi me vitin 2021 është provë fortë e cilësisë së fitores sonë. Brenda vendit, Partia Socialiste rritet nga 48.7% në 53%. Pra jo vetëm fiton, por zgjeron peshën e saj politike. Ndërkohë opozita bie dhe largohet nga shumica e qytetarëve. Kjo do të thotë se ne nuk kemi fituar sepse ata kanë rënë. Kemi fituar se kemi ditur që ndrojmë bashkuar, të riorganizohemi dhe të flasim më qartë me qytetarët. Kjo lidhet drejt për drejt dhe me punën e madhe të këtij forumi, që ka të bëjë me riorganizimin e partisë. Një proces i cili u zhvillua gjërësisht gjatë vitit 23-24 dhe që solli një shtim shumë të rëndësishëm antarësie në Partinë Socialiste, por shoh edhe përmirësim të treguesve të saj brenda antarësisë Partisë Socialiste. Numri i trimëve u rrit nga 11.315 gjatë procesit të rienergjizimit në 23.167, pra nga 12% e antarësisë në 25%. Numri i shoqeve pati një rritje shumë të rëndësishme nga 21.114 në 33.462 shoqe kemi sot në antarësinë aktive të Partisë Socialiste, duke rritur këtë përqindje nga 26% në 34%. Pra dëshmi e qartë se vetëm në pak muaj riorganizim, ja dolëm përmirësojmë ndjeshëm treguesët, por një dëshmi po ashtu kritike, një punë që duhet ishte bërë në afat gjatë dhe gjatë gjithë funksionimit të jetës sonë politike, e zhvilluar në periudhë shumë pranë zgjedhjeve, mbasi nuk ja doli të arrinte atë rezultat që mund të kishte në rast se përpjekjet do të ishin bërë shumë më tepër dhe shumë më gjatë në kohë. Gjeografia e përgjithësisë, ku Partia Socialiste fiton thellë. Kur kalojmë te qarqet, bëhet e qartë se kjo fitore nuk është lokale, edhe nuk është as episodike. Kjo fitore ka një shtrirje të madhe kombëtare. 5 qarqe kalojnë mbi 60%. Fieri, Gjirokastra, Elbasani, Berate dhe Vlora në një fitore të fortë në këto qarqe. Fieri del si qarku më i fortë, por dhe shumica e qarqeve jap një mesazh qartë stabiliteti politik për Partinë Socialiste. Kjo do të thotë se në këto qarqe Partia Socialiste nuk është vetëm forcë e parë, është forca që organizon terrenin, ritmin politik dhe pritshmërinë qytetare. Tirana është rezervuari më i madh i votës sonë. Kjo e bën Tiranën edhe sfidën më të madhe, por natyrisht dhe mundësinë më të madhe. Ndërsa Lezhë thjesht për pak vota nuk ja doli të ishte qark fitues, e ndërsa Kuksi dhe Shkodra mbeten territori ku betejë vazhdon. Pra fitoria nuk ka ardhur, nderuar miq, vetëm në qarqet tradicionale, por ka një shtrirje në të gjithë territorin. Ndryshimi ndaj 2021-shit. Metoda krahasimore është thelbësore për një parti politike dhe për strategjinë e saj elektorale. Në krahasim me vitin 2021, kemi pasur disa pika shumë të rëndësishme që ja vlen të ndalemi. Dibra fiton me 11.5% më shumë se sa në 2021-shin.
Fieri me 10,1%, Shkodra 9,6% më shumë se sa 2021. Gjirokastra me 8% dhe kështu qarqet vazhdojnë, pothuajse të gjitha në tendencë rritje. Kjo është shumë e rëndësishme, përveç se veçanërisht në Shkodër, sepse Shkodra mbetet qarku konkurrues dhe ritmi i rritjes tregon se aty balanca po lëviz dhe po shkon drejt pozitives. Matrica e qarqeve. Matrica e qarqeve na ndihmon të kuptojmë një të vërtet shumë themelore për garën e vitit 2025. Nuk mjafton të jesh i fortë, por duhet të jesh edhe në progres rritje për të rritur qëndrueshmërinë dhe avantazhin e fitores. Qarqet shëndetshme politike janë ato ku bashkohet rezultati i lartë dhe dinamika pozitive. Pikërisht u hyn Fieri, Elbasani, Gjirokastra dhe Dibra. Janë qarqet konsoliduara, ku PSEA jo vetëm fiton, por fitoria edhe zgjerohet. Pra matrica tregon kush janë qarqet që janë mbi 50%, edhe këtu kemi 10 nga 12 qarqet mbi 50% fitore, edhe raportin me 2021. Pra sa është rritja, nivelit 0 është 2021. Pra në shumicën e qarqeve kemi një fitore shumë më të thellë se sa viti 2021. Shkodra dhe Lezhë janë qarqe ku kemi lëvizje të fortë politike dhe e përsi për sa i përket rritjes, por do thotë që kemi hyrë në një territor ku mund të kalojmë edhe me konkurrencë më të mirë në avantazh. Vlora, Berati, Korça dhe Durrësi mbeten të forta por me një ritëm të matur. Tirana dhe Kruksi janë qarqe që kërkojnë padyshim një mesazh më të qartë për sa i përket garës së ardhshme elektorale. Hym më thellë te matrica e bashkive. Në nivel bashkie, analiza merr kuptim më operacional, sepse zgjedhjet nuk fitohen vetëm me mesatare qarku, fitohen me bashki konkrete, me terrene konkrete dhe me organizata konkrete. Këtu dallohen qartë bashkitë e konsoliduar, ku PSEA ka bazë dhe ritëm, bashkitë në ofensiv, ku ka lëvizje pozitive dhe duhet përkthyer në përsit plot, bashkitë ku kemi dominimin ton, por që kemi një stabilitet, natyrisht bashkitë ku fitoria jonë me drejtuesët tanë, përfaqësues të Partisë Socialiste, ka ndikuar qartazi për rivlerësim të gjithë situatës politike, ku Shkodra, po të shikosh edhe në tabel, përfaqëson një nga ato simbolet e ndryshimit edhe të qasjes për sa i përket elektoral. Siç kemi po ashtu në tabelën që paraqitet, edhe problematika në bashki ku për gabimet tona minore në zgjedhjet e fundit lokale, humbe një bashkie si Kavajës, na dëmton në rezultatin e gjithë qartë. Mikroterritori. Ne kemi bërë një analizë pak më detajuar, duke studiuar zonat caktuar elektorale ose grupimet të qendrave të votimit, ku politika bëhet edhe më konkrete, sepse aty përcaktohet natyrisht shumë qartë dhe rezultate. Dhe po të shikosh në qarqe që në tabel ne si kemi të qarqet fituese, por rritja për shumë rrethinat në Shkodër, në Mamuras, në Lushnjë, në Peshkopi, tregojnë se aty ku organizata ka punuar me durim dhe qartësi, PSEA ka ditur të thejë punën në avantazh të thellë elektoral. Ndërkohë Kavaja, Kodër Thumana, Fushkruja, Farka dhe ndërsia administrative në Tiranë janë sinjale që kërkojnë reagim. Kontrolli i territorit apo qendrat e votimit. Këtu të nderuar antarë të asamblesë, kemi një nga mesazhet më të forta politike të kësaj analize. Sepse këtu nuk matet thjesht përqindja e fitores. Këtu matet kontrolli real i territorit. Dhe Partia Socialiste del forcë e parë në 4.116 qendra votimi, nga 5.292 qendra votimi, pra në plot 77.8%, pra pothuajse 80% territorit, ne jemi forcë fituese. Ky është një tregues i qartë se fitoria jonë nuk është e përqendruar në disa ishuj lokal, po është kapitale, është fitore e shtrirë, është fitore e rrënjosur. Dhe kur parti fiton kaq shumë qendra votimi,
Kjo do të thotë se ajo ka një organizat fort, ka njerëz, ka lidhje me territorin dhe ka besim real në të gjithë vendin. Fieri, Elbasani, Vlora dalin me kontrollin më të lartë qendra votimit, ndërsa Kuksa, Lezhë dhe Shkodra kanë ende punë ku duhet shtuar intensiteti politik dhe organizativ. Tirana, qark i fituar, por ende jo në maksimumin e saj fitores. Tirana kërkon një trajtim të veçantë, sepse Tirana është padyshim jo vetëm një qark, është qendra politike, sociale dhe administrative e vendit. Me 28.3% dhe afro 230.000 vota, ne kemi fituar Tiranën, por nuk kemi rindur akoma maksimumin ton, dhe këtu flas për të gjithë qarkun e Tiranës, që ta kemi në plot në analizën tonë. Ka disa njësi që dhe shprehen edhe në tabelën përkatëse, ku fitoria është e merituar, maksimale, dhe brenda po të njëjtës njësi administrative, ka dhe njësi cilat e çojnë kaon në kraun tjetër. Tani te kjo analiza që i bëhet Tiranës, padyshim, duke gjykuar fort nga pjesëmarrja, por dhe nga rezultati Tiranës urbane, por dhe nga gjithë qendrat urbane të Shqipërisë, besoj fort se ka ardhur koha për një rivlerësim total të njohjes listës nga